Edhe nga Zoti Beqir nga babai, fjalë shumë të mençura të babait tënd. Më vjen mirë që ke përkrahjen e një babai të tillë, shembull për gjithë prindrit, baballarët sidomos, që po na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë, që qoftë gabim edhe fëmia i tyre, i qëndrojnë pranë pavarësisht gabimeve që bëjnë fëmijët. Dhe në të njëjtin kontekst unë thash që edhe Altini është një baba i një djali dhe e kërkon me shumë dëshirë për ta takuar djalin e tij dhe ku ka baballar si Altini apo si Zoti Beqir që duan të kenë kontakte me fëmijët e tyre edhe pas divorcit që kanë nëpër familje. E them këtë gjë sepse shpeshherë në këtë studio vinë zonja të cilat thonë ka baballar të pa interesuar për fëmijët, por që në rastin tënd nuk është e tillë apo jo? Nuk është. Atëherë, ti thuaj që Altin Llalla ka qenë i smur. Të paktën ke pretendimet, jo thot babai. Kam pretendime ku jo është i dhunshëm për shkak të dënimeve që ka kryer. Ku ka deklaruar me vendim në prokurori. Për këtë gjë e them që ka qenë i smur. Shikon, nëse do kishte qenë i smur, ta them unë siç pretendon ti, ka qenë i smur edhe nuk i ka vazhduar. S'do ishin dënimet për dhunë në familje, por në emisionin e parë ne kemi parë edhe një psikologe, që është e njëjta edhe në rastin tënd, që të gjithë personazhet, siç edhe ti, kalonin nëpër disa filtra për të ardhur në këtë emision. Ashtu si ka kaluar Altini, keni kaluar edhe ju. Pra, dhe Altini mund të nxjerrë një pretendim që ju mund të jeni e smur. Kështu që nuk e di pse është mania e shqiptarëve të thonë dhe të etiketojnë tjetrin si të smur. E them këtë vetëm nga deklarata që ka dhënë babai i tij. Okej. Ndërsa për dhunë e familje i dhunshëm ka qenë edhe është. Dhe pas divorcit me ty, për gjatë këtij viti që na ka çuar këtë letër, ti nuk e di se për çfarë është dënuar. Nuk e di. Unë nuk e di se për çfarë është dënuar. Nga unë nuk është dënuar. Jo, e di që s'është dënuar nga ty, por ti je interesuar për çfarë është i dënuar? Jo. Se tek e fundit është babai i fëmijës tënd. Jo, s'kam pse të interesohem. Për çfarë më intereson mua kur ai më kërcënonte mua? Do të shuaj? Do të vras? Po ti je kërcënues, nuk do të thotë ti je i smur. Nuk e di. Ai që është i dhunshëm nuk është i smur. E thash edhe një herë. Mund ta bëj me vedije të plotë. E them këtë gjë nga deklarata e babait të tij.